të marrë parasysh që një pjesë e krimeve të supozuara pri prokurorisë, as që kanë qenë pjesë e aktgjykimit, atëre është kriju një storje, një trillim i tregimit, e ky trillim është kështu, që shpejt po e them. Këta njerëz kanë vendosur një ditë prej ditësh në vitin 1998 me u bë bashkë me i vrarë oponentët politik, për me marrë pushtet. Që kjo është rrëfimi i prokurorisë. Kjo është e papranueshme. Edhe faktikisht serioziteti i shtetit Kosovës matet karshi këtij rasti. Për te betejave politike, ato janë beteja politike që kanë qenë të kaluara. Kjo ka të bëjë me bazën e këtij shtetit, me shtetin ton, edhe me të ardhmen e këtij vendit. E këtu nuk ka hapësinë për polemika të kaluarës. Ato janë pjesë politikës mund me vazhdu të ardhmen. Po kur ketë bëjsh për shtet, e për themelin e shtetit ton, aty duhet ketë një seriozitet shumë atë madh, cili na nuk po e shohim të gjitha partitë politike. Zoti Shala, si mund të ndikoj vendimi epilogu në raport me